Mes një puthjeje dhe një rrëfimi, nata kur Arditi trazoi zemrat e shtëpisë. Në Big Brother Kosova ka mbrëmje që kalojnë si gjithë të tjerat dhe ka mbrëmje që ndryshojnë historinë e brendshme të shtëpisë. Ajo natë filloi me muzikë, me të qeshura dhe me një kërcim të pafajshëm mes Arditit dhe Hygertës, por përfundoi me një puthje, me një fjalë të rëndë dhe me heshtje që flisnin më shumë se çdo britm. Kërcimi mes tyre lindi spontanisht. Muzika u ngrit, dritat u zbutën dhe Hygerta i u afrua Arditit me atë energjinë e saj të çiltër. Nuk kishte asgjë të llogaritur në fillim, vetëm dy njerëz që lëviznin në të njëjtin ritëm, duke qeshur me hapat e gabuar dhe duke u përpjekur të harronin presionin e lojës. Por kamera e Big Brother ka një sy që sheh edhe atë që vetë banorët nuk e pranojnë. Afërsia mes tyre u bë më e ngrohtë, duart u ndalën pak më gjatë se ç'duhej, shikimet u thelluan. Banorët e tjerë filluan t'i vëzhgonin me kurreshtje, disa me buzëqeshje, disa me dyshim. Dhe pastaj ndodhi ajo që askush nuk e priste. Në fund të kërcimit, Arditi u përkul lehtë dhe e puthi Hygertën në buzë. Një puthje e shpejtë, jo e zhurmshme, por mjaftueshëm e fortë për të ngrirë ajrin e dhomës. Disa duar trokitën, të tjerë mbetën pa fjalë. Hygerta u skuq, buzëqeshi me hutim, ndërsa Arditi u përpoq ta kalonte me humor. Por drama e vërtet nuk ishte puthja. Ishte ajo që erdhi më pas. Pak orë më vonë, në një bisedë të qetë në obor, Arditi ju afrua Dolces. Zëri i tij ishte i ulët, gati i dridhur. Ai nuk po fliste më për lojë, as për nominime. Po fliste për diçka shumë më të thellë. Me kara menja me u martu, i tha ai. Fjalia ra mes tyre si një gur i rënë. Dolce e pa e habitur, me sy që kërkonin shpjegim. Nuk e dinte nëse ishte rrëfim, provokim apo një e vërtetë e dal nga ndonjë cep i fshehur i zemrës së tij. Arditi nisi të fliste për ndjenjat të ngatëruara, për dëshirën për stabilitet, për faktin se brenda asaj shtëpie njeriu fillon të ëndërrojë gjëra që jashtë nuk do t'i mendonte kur. Ai nuk përmendi emra, por të gjithë e kuptuan se fjalët e tij lidheshin me Hygertën dhe me atë puthje që ende qëndronte pezull mbi shtëpi. Dolce e dëgjoi në heshtje. Në fytyrën e saj kaluan shumë emocione, habi, xhelozi e fshehtë, ndoshta edhe zhgënjim. Raporti i tyre prej javësh kishte qenë i paqartë, i mbushur me sinjale të përziera. Dhe tani, Arditi po i tregonte se në mendjen e tij kishte shkuar deri te martesa, një hap që te i kalonte çdo pritshmëri të lojës. Lajmi u përhap shpejt mes banorëve. Shtëpia u nda në kampe të padukshme. Disa e pan Arditin si romantik që guxoi të flas me zemër të hapur. Të tjerë e quajtën të nxituar, të rrëmbyer nga emocionet të momentit. Hygerta vetë u gjend në qendër të një stuhje që nuk e kishte kërkuar. Ajo u përpoq të qëndronte e qetë, duke thënë se puthja ishte thjesht një çast dhe se nuk donte të ndërtonte histori mbi të. Por sytë e saj tregonin se fjalët e Arditit e kishin prekur më shumë se ç'pranonte. Produksioni e shfrytëzoi situatën me. Ka momente në Big Brother Kosova kur muzika bëhet më e fortë se fjalët, kur trupi flet më shumë se strategjia dhe kur një kërcim i thjesht kthehet në ngjarje që lë gjurmë. Një natë e tillë ishte ajo kur Arditi dhe Dolce u gjendën në mes të sallonit, në dritat e ngrohta, me ritmin që u futej në lëkurë dhe me sytë e gjithë shtëpisë të ngulur mbi ta. Nuk ishte thjesht një kërcim. Ishte një dialog pa zë. Muzika orientale e përzier me beat modern krijonte një atmosferë të dendur, gati elektrike. Banorët e tjerë fillimisht e morën si një lojë, si një argëtim të zakonshëm të mbrëmjes, por shumë shpejt e kuptuan se mes Arditit dhe Dolces po ndodhte diçka më shumë. Ata lëviznin pranë njëri tjetrit me një siguri të çuditshme, sikur prej kohësh e kishin pritur këtë moment. Duart rrëshisnin lehtë mbi shpatulla, mbi krah, në një afërsi që nuk ishte e rastësishme. Çdo hap i tyre duke i sinkronizuar, çdo rrotullim i llogaritur, dhe megjithatë gjithçka duke i spontane. Shikimet ishin ato që flisnin më fort. Dolce buzëqeshte me atë buzëqeshjen e saj gjysmë provokuese, ndërsa Arditi e ndiqte ritmin me një vetbesim që nuk e kishte treguar më parë. Në atë çast ai nuk ishte thjesht një banor i lojës, ishte protagonisti i një skene që po shkruhej para syve të gjithëve. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa duar trokitën duke e marrë situatën si spektakël. Të tjerë shkëmbyen shikime domethënëse, sikur po kuptonin nën tekstin e asaj afërsie. Dikush hodhi batuta, dikush tjetër u mbyll në heshtje. Por askush nuk mbeti indiferent.
Për limitin që prej ditësh përflitej për raportin e tij me Dolcen, ky kërcim u duk si një sfidë e hapur. Fytyra e tij u errësua për disa sekonda, pastaj u përpoq ta maskonte me një buzëqeshje të sforcuar. Loja e ndjenjave brenda shtëpisë po merrte një kthes të re dhe ky moment e vuloste. Produksioni e kuptoi menjëherë potencialin televiziv të skenës. Kamera u afrua, muzika u ngrit pak më shumë, dritat u zbutën. Ishte një tablo e pastër. Reality, dy njerëz që komunikonin përmes lëvizjes, një shtëpi që vëzhgonte dhe një publik jashtë që interpretonte çdo detaj. Por përtej spektaklit, ky kërcim ngriti shumë pikpyetje. A ishte thjesht argëtim? Një provokim i vetëdijshëm? Apo një ndjenjë që po kërkonte rrugë për t'u shprehur? Në Big Brother kufiri mes këtyre gjërave është gjithmonë i mjegull. Kur muzika mbaroi, ata nuk u larguan menjëherë. Qëndruan për disa sekonda përballë njëri tjetrit, të dy pak të skuqur, pak të hutuar, sikur sapo kishin dalë nga një botë paralele. Banorët shpërthyen në komente, në të qeshura, në ngacmime. U dogj parketi sonte, tha dikush me humor. Tjetër nivel, shtoi një tjetër. Por nën të qeshurat fshihej një e vërtet, dinamika e shtëpisë kishte ndryshuar. Raporti Ardit, Dolce nuk ishte më thjesht miqësi e lehtë. Tashmë ishte një histori që do të analizohej, do të gjykohej, do të përdorej në debate dhe nominime. Atë natë, shumë kush fjeti vonë. Disa duke folur për kërcimin, disa duke u për. Në çdo edicion të Big Brother ekziston një moment kur loja ndalon së qeni thjesht spektakël dhe kthehet në një provë karakteri. Jo sepse dikush fiton një sfidë apo humb një nominim, por sepse dikush vendos të flas. Të flas pa filtra, pa strategji, pa frikë nga pasojat. Përballja mes Oltës dhe Limitit ishte pikërisht një nga ato çaste kur fjala nuk shërbeu për të sulmuar, por për të zbuluar. Olta nuk foli pa pritur. Ajo nuk shpërtheu nga një moment xhelozie apo nga një nerv i çastit. Fjala e saj ishte e grumbulluar, e mbajtur brenda për ditë të tëra, ndoshta për javë. Dhe kur më në fund doli e plot, e prerë, e drejt për drejt. Ajo i tha Limitit atë që, sipas saj, ishte bërë tashmë e dukshme, se lidhja e tij me Dolcen nuk ishte më një afërsi e paqartë loje, por një marrëdhënie që t'i kalonte kufijtë e sinqeritetit dhe të respektit ndaj të tjerëve dhe ndaj vetë publikut. Thelbi i akuzës nuk ishte thjesht afrimiteti. Ishte ritmi, përsëritja, padurimi. Ti sapo mbaron këtu, vrapon tek ajo. Një fjali që mbart më shumë se sa fjalë. Ajo nënkupton varësi, mungesë kontrolli, por mbi të gjitha mungesë transparence. Olta nuk po fliste vetëm për atë që ndodhte brenda shtëpisë, por për atë që ajo besonte se do të ndodhte edhe jashtë saj, një vazhdimsi e një sjelljeje që nuk fshihej më pas kamerave. Ky ishte momenti kur Olta ia plasi në sy. Jo me sharje, jo me tone të ulta, por me një qetësi që dhem më shumë se britma. Sepse kur dikush të thotë një të vërtet pa ngritur zërin, nuk ke ku të fshihesh. Limiti u gjend përballë jo vetëm Oltës, por përballë një pasqyre kur reflektoi ajo që ai kishte zgjedhur të tregonte dhe ajo që kishte zgjedhur të fshehte. Reagimi i Limitit ishte po aq domethënës sa fjala e Oltës. Nuk pati një mohim të fortë, as një mbrojtje të strukturuar. Pati hutim, shmangje, një përpjekje për ta zbutur situatën pa e përballur thelbin. Dhe pikërisht këtu qëndron pesha e vërtetë e kësaj përplasjeje, kur një akuzë është e gabuar, njeriu reagion. Kur është e saktë, njeriu shpesh hesht. Eseja e këtij momenti shkon përtej tre personazheve. Ajo hap një debat më të madh mbi moralin në reality show, mbi kufirin mes ndjenjës dhe përdorimit të ndjenjës, mes spontanitetit dhe llogaritjes. Olta, me fjalën e saj, sfidoi një model të njohur, atë të marrëdhënieve që krijohen jo domosdoshmërisht nga dashuria, por nga nevoja për mbështetje emocionale, për aleancë, për një strehë brenda dhe jashtë lojës. Ajo nuk e akuzoi Limitin vetëm se ishte afër Dolces, por se ishte i pandershëm në mënyrën si e paraqiste këtë afërsi. Sepse në sytë e Oltës, problemi nuk ishte ndjenja, problemi ishte mohimi i saj. Loja bëhet e rrezikshme kur njerëzit nuk pranojnë atë që janë duke bërë, por e maskojnë si diçka tjetër. Publiku e ndjeu këtë përballje si një çlirim. Jo sepse dikush u sulmua, por sepse dikush guxoi të artikulojë atë që shpesh mbetet nën kuptim. Olta nuk u përpoq të dilte e bukur, as e pranueshme. Ajo zgjodhi të ishte e vërtetë. Dhe kjo, në një amë.
Rikthimi i Elionës në shtëpinë e Big Brother Kosova shënon një nga momentet më emocionale dhe më domethënëse të këtij edicioni. Pas një periudhe shqetësimi, pasigurie dhe pritjeje të gjatë, lajmi se ajo është kthyer në gjendje të mirë shëndetësore nga Spitali Amerikan ka sjellë lehtësim jo vetëm për banorët e shtëpisë, por edhe për publikun e gjerë që e ka ndjekur rrugëtimin e saj me vëmendje dhe ndjeshmëri. Gjithçka nisi pa pritur. Brenda mureve të shtëpisë së Big Brother, ku zakonisht dinamika karakterizohet nga debate, emocione të forta dhe përplasje karakteresh, situata e Elionës solli një ndalesë të heshtur. Një moment kur loja u la mënjan dhe njerëzorja mori përparësi. Largimi i saj drejt Spitalit Amerikan u shoqërua me pasiguri, me pyetje të shumta dhe me një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Spitali Amerikan u bë për disa ditë vendi ku shpresa dhe profesionalizmi u ndërthurën. Aty, Eliona mori kujdesin e nevojshëm mjekësor, nën vëmendjen e një stafi të specializuar, duke kaluar çdo procedurë me qetësi dhe durim. Burime pranë produksionit konfirmuan se gjendja e saj u stabilizua shpejt dhe se reagimi ndaj trajtimit ishte pozitiv, çka hapi rrugën për një rikthim të sigurt në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Rikthimi i saj nuk ishte thjesht një hyrje fizike në shtëpi. Ishte një kthim emocional. Hapat e Elionës në pragun e derës së Big Brother mbartnin një simbolik të fortë, rikthimin e forcës, të vullnetit dhe të dëshirës për të vazhduar aty ku e kishte lënë. Banorët e pritën me përqafime, me lot gëzimi dhe me një ndjenjë solidariteti që rrallëherë shihet në një format kaq konkurrues. Për disa çaste, shtëpia ndryshoi frym. Zërat u ulën, debatet u shuan dhe vëmendja u përqendrua tek një gjë e vetme, mirëqenia e Elionës. Ky moment tregoi se përtej lojës, strategjive dhe nominimeve, Big Brother mbetet një eksperiment njerëzor, ku shëndeti dhe jeta janë mbi çdo rregull loje. Vet Eliona, e qetë dhe e emocionuar, falenderoi publikisht stafin mjekësor të Spitalit Amerikan për kujdesin profesional dhe njerëzor, si dhe produksionin për mbështetjen e vazhdueshme. Ajo theksoi se kjo përvojë e ka bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për rëndësinë e shëndetit mendor dhe fizik, sidomos në kushte presionit të vazhdueshëm si ato të Big Brother. Publiku reagoi menjëherë. Rrjetet sociale u mbushën me mesazhe mbështetjeje, komente pozitive dhe urime për shërim të plotë. Shumë ndjekës e panë rikthimin e Elionës si një shembull force dhe qëndrueshmërie, duke e konsideruar atë një nga figurat më njerëzore të këtij edicioni. Përkrahja e publikut u kthye në një energji shtesë për të, një motivim për të vazhduar rrugëtimin e saj me më shumë qetësi dhe fokus. Nga ana tjetër, produksioni i Big Brother Kosova u vlerësua për mënyrën se si e menaxhoi situatën, duke vendosur shëndetin e banorëve mbi çdo nevojë televizive. Ky vendim përforcoi besimin e publikut se formati nuk është vetëm spektakël, por edhe përgjegjësi. Rikthimi i Elionës nga Spitali Am.